Vuani nga pagjumësia. Pini vetëm një filxhan nga kjo pije dhe do të flini rehat. Gjumi është shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj dhe lidhet me shumë funksione jetësore, por edhe me pamjen tuaj të jashtme, pasi është një nga produktet kryesore në shëndetin e lëkurës dhe jo vetëm. Një truk natyral i cili mund të arrihet në kushte shtëpie mund të japë rezultate mjaft fantastike kundër problemeve të cilësisë së gjumit, gjithashtu edhe problemeve të shëndetit të dobët. Ekspertët thonë se gjumi i mirë është çelësi drejt një organizmi të fortë dhe të shëndetshëm. Ndaj, nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, atëherë duhet të filloni të ndryshoni regjimin tuaj ushqimor dhe të ndërmerrni hapa vendimtar edhe për të përmirësuar cilësinë e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të rendisim një recetë natyrale, cila e përgatitur në vetëm pak minuta do ju ndihmojë që të arrini të keni rezultatet e duhura të një gjumi cilësor dhe të pandërprerë. Bananet janë të pasura me kalium dhe magnez, dy prej mineraleve kryesore që përmirësojnë kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe në kombinim me kanellën do të ofrojë përfitime të larmishme për të. Shija dhe aroma e saj e këndshme do ju ndihmojë të relaksoni trupin dhe mendjen tuaj. Përveç kësaj do të përmirësojnë edhe sistemin tuaj tretës. Shikoni recetën që do ju bëj të keni një gjumë të qetë edhe më të shëndetshëm. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete për cilësinë e gjumit janë: një banane mundësisht e rritur në mënyrë organike, një gotë me ujë të nxehtë dhe pak kanellë. Pasi siguroni të gjithë përbërësit e kësaj recete, filloni me përgatitjen e saj në këtë mënyrë. Bananen e qeruar e vendosni në ujë dhe e lini të ziejë për të paktën 10 minuta. Më pas, kanellën e shtoni pasi konsumoni lëngun e bananes. E pini këtë rreth një orë përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo recetë do ju ndihmojë të arrini rezultatet më të mira të një gjumi cilësor dhe të pandërprerë gjatë natës. Gjatë ditës ju harxhoni shumë energji, ndaj gjumi i mbrëmjes duhet jetë sa më cilësor dhe efektiv për aktivitetet tuaja ditën e ardhshme. Një i rritur ka nevojë për 7 deri në 9 orë gjumë pandërprerje në mënyrë që ditën e ardhshme të kryejë aktivitetet e duhura fizike, të cilat janë të rëndësishme edhe për mbarvajtjen e organizmit. Për fat të mirë, përveç recetave të cilat mjekët këshillojnë, ka edhe trajtime natyrale interesante që në kushte shtëpie mund të kthehen në një aleat të vërtet të shëndetit tuaj dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe problemet e cilësisë së dobët të gjumit. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim disa mënyra natyrale të cilat do ju ndihmojnë të përmirësoni cilësinë e gjumit duke u bazuar te shëndeti juaj. Qumshti i ngrohtë është një nga alternativat më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit edhe për të lehtësuar kështu problemet e pagjumësisë. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, shtimi i qumshtit të ngrohtë në regjimin tuaj ushqimor mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për lirimin e cilësisë së tij. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban nivele shumë të mira të tripofanit, i cili rrit serotoninën në tru, një prej substancave që na jep ndjenjen e lumturisë, gjithashtu edhe të mirëqenies së mirë, edhe të ata persona të cilët do vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji i mentes është një tjetër alternativë shumë e rëndësishme ushqyese për cilësinë tuaj të gjumit, që mund të japë rezultate fantastike edhe në këtë aspekt. Çaji i mentes do të lehtësojë dhimbjet e stomakut, të cilat vijnë për shkak të vetive antiinflamatore. Mentet gjithashtu do të zvogëlojnë edhe intensitetin e tyre, duke lejuar trupin të pushojë si duhet dhe të relaksohet atëherë kur duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose edhe për një prezantim të rëndësishëm, ky çaj është një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit. Përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie, sipas ekspertëve të Healthline, do të jenë një mundësi e shkëlqyer në betejën kundër problemeve të pagjumësisë dhe cilësisë së dobët të tij. Lëngu i qershive i shtuar në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ditore mund të ndihmojë kundër problemeve të pagjumësisë. Lëngu i qershive, njësoj si qumshti, përmban nivele shumë të mira të tripofanit, prandaj ai mundet të
prodhoi hormonin melatonin duke përmirësuar kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe mund të promovojë një nga opsionet më të mira relaksuese që natyra i ka dhuruar njerëzimit në betejën kundër problemeve të pagjumësisë. Duke u nisur dhe duke u kujdesur më shumë për ushqyerjen tuaj, do ta keni më të lehtë të ndërmerrni hapat bazë për të rritur cilësinë e gjumit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj është edhe qumshti i arrës së kokosit. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy bre mineraleve që janë të afta të relaksojnë muskuj dhe të sigurojnë gjithashtu edhe një gjumë më cilësor për organizmin. Përveç kësaj, ato do të zvogëlojnë presionin e lartë të gjakut, do t'japin rezultate mjaft të mira për shëndetin tuaj dhe do të relaksojnë gjithashtu trupin dhe ekuilibrojnë gjithashtu nivelet e gjumit. Bananet janë një frut shumë i rëndësishëm që mund të shtohen lehtë në aktivitetet tuaja ditore, gjithashtu edhe për të pasur një gjumë më cilësor, akoma dhe më të shëndetshëm. Bananet përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore që relaksojnë muskujt, kalium dhe magnez. Fruti ka gjithashtu efekte të mira qetësuese në funksionet në mënyrë integrale të cilësisë tuaj të gjumit dhe të zvogëlojë nivelet e stresit fizik në organizmin tuaj. Gjithashtu, sasia e duhur e ushqyesve dhe elementëve të veçantë të saj do t'japin një cilësi më të mirë të ngopjes të dietës dhe t'japin gjithashtu një gjumë më cilësor gjatë natës. Një tjetër produkt që mund të shtohet lehtë në dietën tuaj është edhe përfshirja e çajit jeshil. I pasur me antioksidant me nivele të mira, çaji jeshil mundëson një gjumë më cilësor dhe një relaks më të mirë të trupit kryesisht në pjesën e vonë të mbrëmjes. Pasi mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira relaksuese të situatave tuaja të gjumit. Qumshti i bajameve i shtuar si duhet në dietën tuaj mund të jetë një alternativë e çmuar për cilësinë tuaj të gjumit dhe të lehtësojë gjithashtu shqetësimet që ndikon pagjumësia në organizmin tuaj. Bajamet kanë gjithçka që trupit i duhet për të marrë një gjumë të thellë dhe komod. I pasur me nivele të mira të magnezit, qumshti i bajameve ka provuar të jetë një nga produktet më efektive kur bëhet fjala për nxitjen e gjumit. Si qumshti i lopës, qumshti i bajames ka nivele shumë të mira të tripofanit, element këtor shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja sociale. Çaji i kamomilit është alternativa më e mirë ushqyese që mund të keni marrë ndonjëherë në dietën tuaj për relaksin më të mirë gjatë natës. Çaji i kamomilit ka efekte zbutëse në trup, zakonisht rekomandohet kur keni probleme të dhimbjeve të stomakut dhe komplikacioneve të tyre. Kështu, ndjekja e recetave të duhura në kushte shtëpie do të mundësojnë një promovim më të mirë të gjumit dhe lehtësim të tensionit të brendshëm dhe të jashtëm. Sidoqoftë, kamomili i shtuar fare lehtë në dietën tuaj të rregullt mund të jetë një nga alternativat tuaja më të çmuara dhe relaksuese në këto situata të trishta. Ekspertët thonë se për sa kohë rregulloni dietën tuaj, merreni me aktivitete të rregullta fizike, relaksoheni në situatat më stresuese, do ta keni më të lehtë të rrisni cilësinë tuaj të gjumit dhe të promovoni një cilësi më të mirë të jetesës suaj. Kombinimi i këtyre produkteve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do ju japë rezultate fantastike kundër shqetësimeve që sjell pagjumësia. Është e rëndësishme që nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia dhe recetat që përdorni nuk japin rezultate, adresojeni këto shqetësime tek mjeku përkatës. Kështu do ta keni më të lehtë t'i vini në ndihmë shëndetit tuaj të ndërmerrni hapat bazë kundër komplikacioneve të tij dhe gjithashtu të rrisni rezistencën e trupit kundër këtyre shqetësimeve. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, përveç rregullimit të dietës suaj ushqyese, duhet të rregulloni gjithashtu edhe dhomën tuaj. Duhet ta përshtatni atë si duhet sipas temperaturave të duhura dhe gjithashtu edhe mbrojtjes më të mirë të shëndetit. Ndjekja e këtyre recetave në mënyrë të rregullt dhe rregullimi i temperaturës së dhomës suaj mund të jetë çelësi drejt një gjumi cilësor të shëndetshëm dhe pa probleme të cilësisë së dobët të gjumit. Është e rëndësishme që asnjë gjë të mos anashkalohet, por të ndiqni edhe këshillat e ekspertit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.